Të nderuar miq të emisionit Target, mirëmbrëma. Jemi në këtë transmetim të drejt për drejt, jemi në emisionin e fundit të drejt për drejt për këtë vit, të vitit 2012, emisionit Target, në të cilin kam të ftuar personalitete të ndryshme me cilët do të diskutojmë për atë se çfarë e karakterizoi vitin 2012 Kosovën, cilat ishin karakteristikat me cilat ishin datat, cilat ishin momentet më të rëndësishme nga dhe këtu kam të ftuar Don Viktor Supi nga Kisha Katolike, mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Mirëmbrëma. Nga Bashkia Islame e Kosovës kam të ftuar zotri Sabir Bajgura, mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Kryemam një herë. Mirëmbrëma, mirëserdhët. Po ashtu, në anën tjetër, kam të ftuar profesorin universitar, profesorin e filozofisë, zotri Kadri Mete, mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Mirëmbrëma, mirëserdhët. Atëherë, para se të fillojmë bisedën, kjo bisedë në emisionin Target, zotri Don Viktor, urime Kërshëndellat, dhe si kaluat sot festën? Faleminderit me urim. Ne sot jena në ditën e festës e Kështjellave, dhe kjo një traditë e gjatë, jo vetëm në popull shqiptar, por kudo në botën civilizuar. Festimi i Krishtlindjes është diçka krejt e veçantë, me qenë se i paraprin përgatitja koha e cila quhet e adventit, koha e ardhjes për përgatitje për Krishtlindje, ku edhe shifet nga syri vizual përjetimet e ndryshme që njeriu i përjeton duke i parë ndriçimet e shesheve, rrugëve, shkollave, qendrave të ndryshme dhe shtepive, prandaj është një refleksion kur njeriu përgatitet për ta dëbuar errësirën si pengesë, për ta njohur në shkelqimin e dritës zërin e vërtetë të hyut. Prandaj edhe ne si kishë në Kosovë, me një traditë e gjatë që kemi festuar Krishtlindjet në gjitha kishnat e Kosovës dhe mund të them çdo gjë është e mirë. Profesor? Së pari shpëzoj nga rasti që në emër të Bashkisë Islame të Republikës Kosovës të në emër të mërftio Tërnava, gjithë besimtarëve katolikë në Kosovë, të arë i festën e Kështjellave, në shpresë dhe lutet që mirëqenia dhe harmonia të mbretërojë në shtëpitë e besimtarëve katolikë të mbarë njerëzit në Kosovë. Në këto ditë festive kur vëllezërit tanë të krishterë festojnë festat e tyre, andaj në këto ditë festash, sigurisht se të gjetimet së bashku për të përjetuar momentet e të lirësisë shpirtërore që neve na karakterizojnë si popull. Andaj edhe një herë pra më lejoni që se më mirë sa po ndëgjova nga Ankaraja dhe më lutet po përcillet falet dhe përshëndetet për Don Viktorin dhe për gjithë besimtarët katolik në Kosovë. Faleminderit. Atëherë, Don Viktor, jeni edhe përfaqësues, jeni drejtor i Caritas Kosova. Cili është aktiviteti juaj? Çfarë keni bërë gjatë këtij viti për Kosovën? Caritasi si segment humanitar prioritet ka njeriu në vendin tonë, pasi që Caritasi Kosovës është pjesë e Caritasit Evropian, i cili u prezent fuqishëm sidomos në emergjencë pas luftës në Kosovë, ku ka bërë investime jashtëzakonisht të mëdha në gjitha segmentet e shoqërisë sonë, në renovim, në profilizim të infrastrukturës, shëndetësisë, zhvillimin ekonomik, dhe mund të thëmë si Caritasi Evropian, si internacionali, si Caritasi Amerikan, janë shuma miliona e miliona të investuara në Kosovë. Dhe Caritasi Kosovës, tani me të drejtat plota në Caritasin Evropian, në vitin që po e lëm mrapa, ka implementuar shumë projekte anë kanë të Kosovës. Pra po them, në mbrojtjet e dinitetit njerëzor, ne jemi vetëm nga burimet e Caritasit Evropian, jemi prezent në tëra pjesë të Kosovës, pasi që shumë pak kemi burime vendore. Për projektet që janë më madhore, të cilat i implementon Caritasi Kosovës, janë projekti Home Care, i cili është
i mirë pritur, po thëmë në gjitha pothuajse komunat në Republikën e Kosovës, mbështetja personave që kalojnë kohën vetëm, të pambrojtur, pa ndonjë përkujdesje në familje, falë rrethonave që njerëzit tonë, një numër i madh është jashtë vendit. Atëherë kemi edhe projekte tjera, sikur se është antitrafikimi me qenie njerëzore, apo parandalimi i dhunës, kyçja e minoriteteve në shoqërinë e re në shtetin e ri kosovar, projekti shumë aktual kudo në Evropë, RAI, Roma Shkali Egjiptian, të cilët kanë qendrat e veçanta ku Karitasi ka ndërtue edhe mbështet, mbron dinitetin e tyre dhe i kyç shoqërinë kosovare. Dhe shumë projekte tjera me të cilat vërtet mendoj se kemi arritën të jemi prezent mbrojtjen e dinitetit njeriut në hapësirat tonë. Faleminderit para se t'jap fjalën profesorit, të nderuar shikues, më lejoni të ju informoj se në fund të këtij emisioni mund të ndiqni një kronik të zgjeruar, një reportazh nga Libia, të cilën e ka realizuar gazetarja jon Leonora Berbatovci. Kronikën pra do ta ndiqni në fund të këtij emisioni dhe do të tregoj për peripetit e tranzicionit në Libin pas Gaddafit. Atëherë, profesor, vazhdojmë bisedën me ju, pse pak dëgjohet zëri i filozofëve, zëri i mendimtarëve në shoqërinë tonë sot? Kjo është pyetja e parë. Për ju. Lejoni fillimisht me që filloj, si me thanë, emisionin me Krishtlindjet, edhe mu natyrisht që është një kënaqësi dhe një rast i veçantë që përmes televizionit Prishtinës të uroj të gjithë besimtarëve, por edhe të tjerëve, jo besimtarëve, festat e bukura të fundvitit, sepse janë vërtet festat e bukura. Përveç anës, si me thanë, religioze, anës humaniste, ato festa kanë edhe një bukuri, si me thanë, të mbylljes së vitit. Pak më përpara u përmend drita, ndriçimi i qytetit. Unë shpesh herë kam kalu festat e fundvitit në Paris edhe në Vjenë, dhe kom andru që një ditë edhe qyteti im me qenë ndriçum, dhe fatbarësisht po përjetoj, po arri, dhe më thanë, me qenë qyteti jashtëzakonisht bukur i ndriçuar, dhe këto janë festa natyrisht kombinuara, përveç anës fetare dhe të kombinuara me tregun e kërshëndellave, me, si me thanë, zbritin e çmimeve të fundvitit, me një aspekt social i cili është mjaft, si me thanë, karakteristik edhe mjaft i dobishëm për, si me thanë, edhe për shëndetin mental të njerëzve, sepse ofrojnë, si me thanë, njerëzit, familjet e tjerë. Ndërkaq sa i përket pyetjes suaj, sigurisht që ne në vazhdim do të flasim, si me thanë, besoj kemi kohë me fol për atë se çka është bërë dhe çka mbetet për të bërë në shoqërinë tonë. Më e rëndësishmja është që këto vite, domethënë ky është viti i 4 që ne po festojmë në liri, domethënë, dhe sigurisht që në pavarësi, natyrisht që është viti 13 i lirisë, por viti i 4 i pavarësisë. Dhe kjo na obligon shumë, sepse liria përveç që është një arritje, është edhe një obligim, edhe në një farë mënyrë ne po shohim se ndoshta po aq vështirë sa ka qenë me menaxhu situatën e palirisë, po aq vështirë, po rezulton që tjetë me menaxhu edhe situatën e lirisë, sepse situata e lirisë nënkupton edhe përgjegjësi edhe shumë angazhim. Na sqaroni pak më shumë, profesor, këto për audiencën tonë, lutem. Po sigurisht po them që ne po habitemi tash çka po ndodh dhe jemi të kënaqur, si jemi të kënaqur, sigurisht që jemi të kënaqur për disa rezultate, sigurisht që jemi të kënaqur për lirinë të cilën jetojmë, por të zonë si jemi të kënaqur me aspektet ndryshme të menaxhimit shoqëror, të qeverisjes, me shifrat e larta të papunësisë e tjera, sepse festat janë një rast i mirë, si me thanë, si që po flasin edhe kolegët këtu për me ofru, si me thanë, njerëzve në nevoj, por këto çështje duhet me adresu shteti, para se gjithashtu, si me thanë, qaj ona, ose qaj dimenzioni shtetit social, ka për detyrë, sepse ju mund të keni vullnet mirë dhe mund dilni në për qytet, gjithë rrogën e juj mund t'ju shpërndani një ditë, si me thanë, lypsve të rrugës, por ju nuk e keni zgjidhur problemin. Problemet, si me thanë, duhet me adresu në nivelin e organizimit shtetëror, në kuptimin që një pjesë të ardhurave, një pjesë të taksave, një pjesë të tatimeve,
të ndahen, si me thanë, për një farë minimumi ekzistencial i cili është i domosdoshëm, në mënyrë që të gjithë qytetarët e Kosovës, si me thanë, të gëzojnë Kosovën si një shtet vetin të lirë dhe të ndihen, si me thanë, qytetarë të obliguar dhe të angazhuar që të kontribojnë për avancimin e shtetit të tyre. Faleminderit, kur jemi te kam këtu përfaqësues të klerit fetar dhe në një ditë të rëndësishme për Kishën Katolike dhe besimtarët e Kishës Katolike. Do doja me ju, profesor Bajgora, sa është e kultivuar toleranca fetare ndër ne, duke ditur se është një çështje shumë ekzistenciale për kohezionin brenda shoqëror tek ne? Mirë botërisht fakti se shqiptarët janë një popull që në vetë bartin vlerat të mëdha morale në radhë të parë, dhe sipas gjitha dëdhanave historike të studiosëve më eminent botëror, nuk ka ndodhur në histori që tek populli shqiptar thea të ketë paraqit ndonjë fakt me ndonjë ndarje në mes shqiptarëve. Përkundrazi, besimtarët e të gjitha feve që gjithandej shqiptarisë kanë qenë gjithmonë të bashkuar si në luftë, si në paqe, si në festet e tyre të ndryshme. Unë mendoj se kjo është një pasuri e jone e madhe kombëtare, të cilën duhet ta kultivojmë me ndjenjen më të ngrohtë të dashurisë, dhe fatmirësisht klerikët krishterë dhe ulemaja musliman me kohë kanë arrit të akceptojnë se pa këtë dashurinë në mes vete, pa këtë ngrohtësi, pa këtë tolerancë nuk mund të çojmë proceset përpara. Prandaj duke filluar që nga lidhja e Prizrenit, kur ulemat dhe klerikët kanë qenë të buar rreth idesë për formimin e asaj bërthame të parë të shtetit, pastaj edhe shpallja e pavarësisë Shqipërisë, të mos flasim pastaj edhe për proceset dhe rreth pavarësisë së Kosovës, ku të gjithë klerikët edhe krishterë, po edhe ulemaja, xhallarë shqiptar kanë qenë të kyçur në proceset jo vetëm të luftës, por edhe të shtetëndërtimit. Dhe mendoj se duhet të jemi të vëmendshëm që këtë pasuri kaq të madhe që kemi në duar të mos e lejojmë që dikush na rrëmbej me çfarë do preteksti qoftë, sepse pa këtë dashuri ne nuk mund të çojmë përpara as atë dashurinë as proceset në Kosovë. Po, disa zëra më shumë themi kështu të izoluar që kemi, do të thonë, që proklamojnë idenë e një ekstremizmi, është e rrezikshme kjo për shoqërinë tonë. A vazhdon të jetë vlerë e toleranca fetare tek ne? Unë mendoj se këta zëra do të mbesin për herë të izoluar në histori, po edhe tek populli shqiptar, sepse dihet botërisht se populli shqiptar kur nuk ka qenë i ndarë në ndonjë tabor fetar dhe antifetar. Prandaj edhe jam shumë i bindur, duke parë dhe raportet që kemi në mes vete ne teologët edhe përfaqësues të Kishës Katolike dhe Bashkisë Islame, nuk mendoj se kur në Kosovë do të shpërfaqet ndonjë urrëtie me bazë fetare. Prandaj gjërat që në bashkojnë janë shumë të mëdha se ato që na ndajnë, dhe mendoj se çdo zë i tillë me ndjenja ekstremiste do të jetë izoluar dhe i papërfillshëm në Kosovë. Do me këto sopu? Të të njëjtën çështje? Përshëndes shumë idenë krye imamit Mulla Sabriut, dhe vërtet ndjenja kombëtare është e gjithë shqiptarëve, pavarësisht nga përcaktimi i besimit. Ne kemi shumë shqiptarë që de facto ndoshta nuk aplikon në jetën individuale as një ritual fetar, por ndjenja kombëtare na lidh gjithëve, dhe admirimi për sakrificën shumë shekullore të ftyrave më të ndritura, të cilat me fanatizëm, me dhënien e vet të qenurit fizik njeri, të e dhënë edhe jetën, kanë ruajtur atë vlerën më sublime kombëtare. Ajo duhet të jetë një shkollë e mirë edhe për ne sot. Ne mund të besojmë secili në të mënyrën e vet, por jeta e jashtme, manifestimi kulturor, atë dhe dashuria është një e pandar, sepse kjo është mund të merret një model edhe vendet e avancuara evropiane. Atje nuk besoj që i flitet për ndonjë tolerancë mes të krishterëve apo jo të krishterëve, agnostikëve,
dhe atyre ma radikal në implementimin e rregullave fetar, por kultivojnë ato gjërat e përgjithshme kombëtare shtetërore që e përbëjnë kombin qoftë ai gjerman, qoftë francez. Dhe ne si shqiptar gjatë historisë në shumë periudha kemi qenë të robruar, kur nuk kemi mujt kultivojmë atë që e kemi pas në shpirt. Dhe atër ishim bashk, nuk ishte ndasina. Po të marrin vetëm shkollën dhe dëshmien e Fajkonicës edhe Gjergjfishtës, që ishin nuk dija kanë konceptin e tyre ku mund të qitet një presje apo të bat ndonjë diferencë në etjen rrështimin e tyre për të arritur kjo që shqiptarët i karakterizon si një popull i lashtë, i veçantë në këtë pjesë të Evropës juglindore. Dhe shqiptarët në përgjithësi kanë me çka ti paraqitën botës, dashuria për jetë. Sidomos në kohërat vështira, shqiptarët kanë treguar se me sakrifica shumë të mëdha e ruajnë atë stoicizmin e tyre, dignitetin e tyre, me arrit atje ku ishte një qëllim shumë fisnik, si që është liria, kultivimi i vlerave autoktone, kultivimi i kriterit brenda një familje shqiptare edhe në përgjithësi në shoqërinë shqiptare. Pra po them dashuria ndaj jetës. Nëse mund të dinamizoj pak bisedën, natyrisht unë jam shumë dakord edhe thash edhe para emisionit që me dy zotrit që kam përpara nifen prej kohësh edhe nuk është që s'kemi, si me thonë, pajtueshmërinë e pajtohemi, edhe unë që të dy i çmoj për pikpamjet, si me thonë, reformuse dhe për pikpamjet integruse tjerë që kanë shfaq në bashkësitë përkatëse fetare. Ne ndëgjojmë për çdo festë, domethënë këtë që kemi formul paga shumë të iluminizmit shqiptar, edhe kjo është në rregull edhe është diçka që vërtet edhe unë mendoj se është një vlerë, por unë mendoj që situata nuk është pa rreziqe. Unë mendoj që domethënë thash në fillim, liria është një sfidë dhe lirin duhet ditë me menaxhu sepse tani më Kosova është një vend shumë i hapur. Kosova është në një protektorat ndërkombëtar, Kosova ka një shkallë të lartë të papunësisë dhe ka, si me thanë, shtresat ndryshme sociale të cilat janë të manipulueshme dhe të cilat, si me thanë, janë pre, si me thanë, manipulimeve të ndryshme, qoftë ideologjike, qoftë fetare, dhe pranej po du me thanë që sikur se edhe gjithë aktivitetet tjera, sikur gjithë, si me thanë, dijet edhe interpretimet edhe botkuptimet, besoj që edhe religionet duhet reformu. Në kuptimin që, për shembull, unë natyrisht që merrem pak më shumë me filozofinë, si me thanë, me rajt e saj evropiane, dhe di që Europa ka qenë, si me thanë, shumë konzervative, Europa ka qenë me shumë probleme, Europa ka, si me thanë, ka bo luftra fetare dhe besoj që kristianizmi ka dalë për këtyne krizave në momentin kur ka kuptu që duhet bërë reformat mbrëmshme. Dhe këto reformat mbrëmshme ku janë referu vlerave të caktuara. Besoj që religionet islame ose religioni islam është para kësaj sfide. Dhe ne në Kosovë jemi para kësaj sfide tani sepse kemi, të më ne mund të themi se ne jemi tolerantë dhe jemi në rregull e tjerë, por besoj që sfidat janë para nesh dhe në një farë mënyrë prej prizve fetar, si që është zotri Bajgora, unë kam përcjell emisionet e tij, jam shumë dakord, jam shumë si me thonë në pajtim me mënyrën se si ai qaset religionit, por nuk jam absolutisht dakord me disa priz fetar në mënyrën se si qasen religionit islam konkretisht në Kosovë, për shembull. Dhe unë mendoj që në rastet e tilla nuk janë nështë qëllimet, si me thonë, dashakeqe, po janë mungesa e qëtyre reformave dhe, si me thonë, trajtimi i religionit në raport me vlerat. Ne pretendojmë me qenë pjesë e shoqërive evropiane dhe në qoftë se do me qenë pjesë e shoqërisë evropiane, atëherë gjithë sistemin edukativ edhe në një farë mënyrë edhe, si me thanë, besimet tona duhet adaptu këtyre vlerave. Në qoftë se përmendim 4-5 vlera themelore që i përbojnë shoqëritë evropiane, e këto janë racionalizmi, janë, si me thanë,
etika individuale, individualizmi, barazia midis njerëzve, barazia gjinore, atëherë, si me thanë, edhe besimet fetare duhet adaptu karshi këtyre vlerave, edhe sigurisht duhet pas parasysh, si me thanë, karakterin laik të shtetit, edhe vendin e religionit në një shoqëri demokratike. Pra vendi i religionit në një shoqëri demokratike është, si me thanë, një çështje private, e cila me ligje dhe me kushtetut duhet, si me thanë, duhet favorizu në kuptimin e shprehjes së plot të besimeve dhe të lirive fetare dhe natyrisht të këtij lloji bashkëpunimi dhe harmonie fetare, por në momentet kur, si me thanë, shfaqjet e tilla sjellin të ngatresa vlerash, të ngatresa, si me thanë, shoqërish, të ngatresa modelesh shoqërore, atëherë duhet pas parasysh, si me thanë, edhe natyrisht që sikur gjithë Kosova, si me thanë, edhe religionet në Kosovë kanë nevojë për pris fetar elokuent, racionalist, të kthjellët, të cilët, si me thanë, din me zhvillu një, si me thanë, religion i cili në radhë të parë respekton njeriun, respekton, si me thanë, anën përshpirtnore të tij dhe besimin e tij fetar në kuptimin që ai është i lirë me besu në mënyrën e vetë si dënë dhe në mënyrë që tjetërkush mos e pengoj në prirjen e tij me besu lirshëm, por në momentin që, si me thënë, besimtari fillon me shfaq elementet e integrizmit, që domethënë ai më nuk është besimtar ashtu si që dënë vetë, por dënë me detyru edhe mu me qenë si kur ai, atëherë këtu fillojnë disa komplikime dhe besoj që Kosova është para sfidave të tilla dhe në një farë mënyrë kërkohet, sikur që kërkohet nga ne në sistemin arsimor të Kosovës, kërkohet edhe nga, si me thanë, predikues fetar që të zhvillojnë, si me thanë, fen në kuptimin humanist të fjalës, sepse gjithkund e përbot, si me thanë, krahas librave të fes janë librat e filozofisë, edhe këto janë sigurisht botë kuptime të cilat edhe kanë dallime, por të cilat edhe kanë pikat për afërta, dhe në këtë pikpamje jam, si me thanë, shumë i kënaqur dhe jam shumë dakord kur kam përpara bardhës të, si me thanë, të aktiviteteve fetare të cilët kanë një qasje, vërtet kanë një qasje humaniste, kanë një qasje kreative, sepse, po them, edhe religioni dën një qasje kreative dhe religioni është kreativ atëherë kur ai, si me thënë, reformohet nga brenda dhe kur ai është në funksion të zhvillimit të vlerave fundamentale të një shoqërie. Do Viktor, në vazhdimsi gjatë festave fetare kemi pasur vizita të klerit fetar musliman të klerit fetar katolik dhe anasjetas, do të thonë, sa keni arrit me rujt këtë fryme dhe sa, do të thonë, ata zërat e izoluar që farëm, për cilët po besoj që edhe profesori ku i referohet, sa keni arrit në një familje mi lokalizu, cilat janë mekanizmat mbrojtës, cilët gjatë këtij vite keni arrit këtu. Ne bashkëpunojmë me klerin, me kolegët e besimit islam, jo vetëm që takohem në momentet festive, por kemi takime shumë të rëndomta, shumë miqësore dhe bashkëpunojmë edhe në sferën e humanizmit dhe dua të ndërlidhem me atë që në tha i nderuari profesor Kadriu, që vërtet reforma është gjithmonë e nevojshme, me qenë se bota gjithmonë lëviz, ku ka arrit sot kibernetika. Por ne, Kisha Katolike ka në epicendër të veprimit për herën njeriu, duke mos përdorur, nuk lejohet në asnjë mënyrë që ata ju pak më para që bindjen time dikuj t'ja imponoj me mjetë çfarë do qofshin ato. Ne kultivojmë ato vlera të cilat njeriu mund t'i pranon, mund të meditojë mbi to, por mund mos t'i pranojnë. Si për shembull Kisha Katolike bërthon veprimit e ka dekalogun dhe turnimet, i cili dekalog nuk di ku nuk ka vend, mos vra, mos bën dëshmi të rrejshëm, mos lakmo gjërat e huaja, ndero Zotin mbi gjithçka, ndero prindin tënd. Dhe unë mendoj që këtu mekanizmat e shtetit, që e përmendi pak profesori, duhet të jetë të kyçura në profilizimin e shtresave rinore, shkollore, sepse bërthon e shoqërisë është familja. Nëse një familje shëndosh profilizon brezin e ri ashtu si duhet, sepse dashuria me popull ton ndaj jetës
është ende mirë, edhe pse 4 vite jemi shtet, vrejet se është edhe ramja e natalitetit, sepse janë legalizue shumë gjëra të cilat një nanë përpara nuk i ka imagjinue, për shembull aborti, të cilën Kisha Katolike nuk e pranon si diçka legale, sepse dashuria për jetë është primare në një familje. Por jo vetëm të sjell një jetë, por asaj dhe t'i afron vlera, virtyte, që të profilizohet si njeri i cili din ku bën ecje, ku du të arri. Dhe për atë arsye ne në krejt programet tona, si ato karitative, si të mësimit të Kishës, kemi prioritet njeriut me afrue ngrohtësien për jetë, ngrohtësien ndaj atij që e ka afër. Kush do ai qoftë, çfarë do besimi ka, çfarë do ngjyre apo gjuhë, kombi, flet. Dhe unë shaf ndoshta atë që u tha pak më para, a jemi para ndonjë rrezikut. Sfida ka, por unë mendoj që ato janë raste që devijojnë nga Kosova është e vogël, në një shteti edhe numerikisht, por edhe gjeografikisht, nuk jemi aq që mund ta rrezikojmë apo ta destabilizojmë vendin, mund të sjellim shumë errësirë, të ngadalsojmë proceset, por unë nuk e shoh si ndonjë rrezik, pasi që ne ende mund të rrim, diskutojmë, të bëjmë zgjidhjet përbashkëta, përcaktohemi bashkë për të mirën e vendit. Mendoj që gjitha tendenca tjera do të mbesin vetëm në tentativë për të shregulluar dashurinë ndaj vlerave kombëtare, ndaj identitetit tonë që na karakterizon që me shumë shekli. Urojmë të jetë ashtu, profesor? Dashë më ndërlidh me ato që janë kolegët e profesorë dhe domëtori. E them me përgjithësi plot se njeriu si një krijes fisnike krijuar nga Zoti fuqi plot, krahas kësaj fisnikrie me vete bartë dhe përgjithësi konform asaj që ka marrë nga Zoti në shembull. Dhe misioni parësor i tij në këtë botë është që ta njohë së pari vetveten dhe pastaj Zotin e tij, krijuesin e tij. Do të thotë vlera është ajo që karakterizon njeriu, sepse Zoti në Kur'an ka thënë e kemi krijuar njeriu në formën më të përsosur, në formën më të bukur. Andaj ky njeri i cili në vetvete bartë vlera njerëzore, humane, të gjitha llojet ndryshme, i ka përgjegjësitë jo vetëm ndaj vetvetes, por ndaj shoqërisë, ndaj familjes, ndaj rrjetit ku jeton, dhe ai gjithmonë duhet të reflektojë atë dashuri që Zoti ja ka mbledh në zemër tek të tjerët. Prandaj mendoj se kjo është mesazhi kryesor që edhe hoxhallarët, edhe priftojnët duhet ta përcjellin tek popullata, në mënyrë që besimi të jetë më të vërtet diçka, një pasuri e brendshme shpirtërore. Sepse sipas parimeve islame nuk ka dhunë në fe. Nuk mund të jeponosh askujt fen me zor që shtojnë me dhunë. Sepse është diçka shumë shpirtërore dhe është tepër e çmueshme që atë ta qesesh në treg edhe të imponosh dikush me dhunë. A keni një imam në shpjegim pse atëherë ka shumë dhunë? Pse atëherë pikërisht, si më thonë, në vendet prej ku si më thonë, si e shpjegoni ju, si më thonë, fushën tuaj faktin? Natyrisht unë absolutisht nuk jam dakord me idetë si Huntington e tjerë që mendojnë se do të vim të konflikte civilizimit. Absolutisht jo, po si e shpjegoni faktin që ka kaq shumë dhunë, që ka kaq shumë tragjedi, që ka kaq shumë vujtje njerëzore, pikërisht në vendet ku, si më thënë, mesazhet e tilla janë, si më thënë, janë pikërisht po ata këtu më ndorlit profesor, thatë ju që kanë nevojë për reforma. Unë nuk mendoj se feja islame apo feja krishtere në ato bazat kanë nevojë për një reformë, por reformë kanë nevojë të kenë udhëheqje fetar, të afromohen shpirtërisht edhe të ecin bashkërisht me kohën dhe të përcjellin trendet e zhvillimit në përgjithësi. Unë mendoj se këtu shpeshherë i ngatërrojmë nganjëherë bota islame është një botë globale, atë besimtarë kanë plurale, shumë, si më thonë, mbrana fatkeqësisht shumë prej dokeve, zakoneve, adeteve që ata popull bartin nga të qenit
fjalëve afganistanez apo pakistanez, atëherë dikush edhe përpiqet të adresojë në emër të fesë, që nuk është reale, sepse Islami si fesë është një fesë shumë paqësore. Por fatkeqësisht ka njerëz në botë që përdorin termin fetar apo fetkën fetar për të arritur disa nga ato qëllimet apo saqet e tyre. Prandaj për këtë arsye është gjuna ta fajsojmë Islamin për shumë akte të dhunës që ndodhen në përbot, sepse faktikisht feja Islamin nuk i preferon ato. Ne kemi nuk do doja të ndaleja te feja në botë, ne kemi për Kosovë dhe nuk do doja të... Unë vetëm edhe një fjalë, është një ajet kuranor i cili thotë, të mbysësh një njeri të pafajshëm, është sikur se këta kishin mbyt krejt njerëzimin. Të thotë, pa fare gjykyje është ai musliman apo i krishter apo hebrej apo i pagan. Të thotë njeriu si njeri ka një vlerë të madhe tek Islami, pavarësisht se çfarë feje takon ai. Për këtë arsye, unë mendoj që teologët, kudo qofshin ata, duhet të reflektojnë këtë pozitivizëm, duhet të reformohen dhe të ecim bashkë me kohën. E tha dhe Don Viktori, është koha kibernetikës, ne duhet të jemi një hap me kohën në mënyrë që gjematin tonë apo besimtarët që u drejtohemi të arrijmë të kanalizojmë në atë pozitivizmin në real i cili i karakterizon çdo fe, cilët pra Allah kanë librat qellor sipas meje. Zotri Vajgora, ju thoni shumë, po pse që të tre domethënë në profilin që çfarë imazhi ka Kosova jashtë në vendet ku vizitoni para njerëzve, sa arrin t'ja prezantoni Kosovën të tjerëve, sa ka ndikim fjala juaj tek të tjerët, çka mund të listoni si sukses tuaj apo të komunitetit musliman apo të bashkisë islame për Kosovën? Unë nga udhime të shumta që kemi nëpër Evropë dhe në botën arabe, në botën islame, unë mendoj se Kosova është me të vërtetë një histori e suksesshme. Sepse kemi profesorin e nderuar Recep Boja, i cili ka bërë punë të madhe në botën arabe. Absolutisht, domthonë që prej viteve 90-ta kur ne jemi kyçën e Bashkisë Islame të Kosovës, preokupimi ynë parësor ka qenë që ne si Kosovë të njihemi si subjekt nga bota islame dhe këtë kemi arritur. Do të thotë që nga viti 1992 Kosova në marrëveshjet e haxhit që i ka bë, është gjithmonë është trajtuar si rubrika e Kosovës. Do më kemi dëshmi dokumente dhe nga vetë bota e Arabia Saudite. Do të thotë kjo ka qenë preokupimi kryesor që ta njohim botën islame në Kosovën. Në ish Jugosllavi ka qenë pak më ndryshe, sepse faktikisht Bosnia ka qenë epicendra e atëhershme dhe pak kush ka ditë për shqiptarët e Kosovës, përveç se dikush ndonjë ekspert i cili fjala vjen në Egjipt ku kam studiuar, Muhamet Ali Pasha, që ka qenë një shqiptar dhe konform saj edhe është njoft edhe shqiptaria. Mirë po, ne si Bashkisë Islame e Kosovës shpeshherë u flasim edhe në botën arabe, kudo që vizitojmë, si edhe në Libi apo në Kuwait, në Katar, në Abu Dhabi, në Emiratet e Bashkuara Arabe, u tregojmë se në Kosovë është një komunitet musliman i cili bashkëjeton në zemrët e Evropës. Bashkëjeton me vëllezërit e tyre të krishterë pa kurrë problemi. Normal që ka këtu probleme me lirit fetare që ndoshta ka mundësi të avancohen deri në një mas, mirë po megjithatë ne krenohemi me Kosovën tonë për të arritur deri më tash nga çdo sferë, qoftë nga aspekti fetar, qoftë ai humanitar, sepse dini që edhe në kuadër të Bashkisë të Kosovës vepron shoqata humanitare Bereqeti, me të cilën pra Karitasi i zotërit doktor Viktorit ka një raport të mrekullueshëm, sepse Fitim Fluga është udhëheqësi i Bereqetit dhe shërshër na flet për kontaktet edhe mbledhjet që mbajnë bashkërisht për të mirën e popullatës. Prandaj mendoj se të tilla vlera duhet të paraqesim në popull, të tregojmë popullatës se fatmirësia më e madhe është që në krye të bashkësive fetare ka njerëz me një racionalitet të shëndosh që gjithmonë shikojnë përpara, ta çojnë atë dashurinë në radhë të parë, ta çojnë edhe Kosovën në të gjitha proceset integruese në Evropë dhe në të gjitha mekanizmat ndërkombëtar. Do Viktor, nuk është se s'kemi pasur probleme me imazhin, jo në kuptimin fetar, po për shkak të një kalume, për shkak të përshtypjet e juaja për imazhin që krijojmë ne jashtë Kosovës, në vendet ku vizitoni. Edhe sa keni mujt me ndiku që ky mesazh në qenë sa më pozitiv. Ne mundohemi në gjitha kontaktet jashtë vendit të paraqitemi në bazë të dëshmijes të ftyrave më të ndritura
për të cilat kemi konsiderat, mendoj të gjithë për dëshmien e tyre, çfarë kanë bërë ftyrat ma eminente kur flasim për identitetin tonë. Evropa dhe bota nuk janë të interesuara shumë të dinë çka edhe si Don Viktori beson, sepse ne shpeshherë edhe në sferën karitative evropiane hasim në njerëz, në bashkëpunëtor shumë të fuqishëm, të cilët deklaruan se janë pa përcaktuar. Thotë unë besoj në një Zot, por nuk aplikoj diçka. Para jeton si Amerikan, jeton si francez, jeton si gjerman, apo italian, apo slav. Dhe problemi është e faktori ndërkombëtar. Imazhi i Kosovës duket se nuk i ka definue qartë pozicionet e veta brenda vendit. Cili është identiteti i tij? Cili është identiteti i tij jo vetëm fetar, sepse prapë po them, nuk është ajo aq që preokupot ndonjë mik i shqiptarëve, por don të dinë cili është identiteti kombëtar. Çka karakterizon brenda kufirit në Republikën e Kosovës të qendrit shqiptar dhe cilat janë idealet, sfidat apo dëshirat e një qytetarit për t'i arritur i mbështetur Nuk është sqaruar kjo nga kushtetuta? Nga mekanizmi Janë disa sankcionime ligjore të cilat e kemi si shtet na i dim gjitha. Ne paraqitemi si shtet laikal, multinacional, por kur flasim për shqiptarët nuk mund të paraqiten me dy kritere. Nuk mund të paraqitemi me dy vizione. Ne mund të paraqitemi që shqiptarët besojnë si të krishterë, si islam, apo protestant, apo agnostik, pa përcaktuar. Por në aspektin kombëtar, shqiptarët duhet paraqiten me një vizion, të flasin me një gjuhë. Unë në Rom, apo në kudo në Paris, unë nuk them kur se jam prift i Kosovës, nëse unë jam shqiptar i Kosovës. Ka qëndrime tjera, këtu është një grup izoluar, sa e dira, nuk ka diçka që gjithkusht përqafon këtë ide. Kjo duhet rreshtohet mendjen e secili qytetar shqiptar kudo që është, që mas pari jemi shqiptar, me ato karakteristikat veçanta që janë shumë pozitive, me të cilat duhet mburremi në paraqitjen para faktorit ndërkombëtar, para faktorit evropian, sepse prapë them, dashuria për jetë kur sot ajo mungon, nuk është e njëjtë sikur në periudha kur ishte populli i rubruar. Dashuria për jetë është më e madhe se gjitha pengesat tjera që sot ndoshta nuk janë stimuluese për një familje shqiptare. Prandaj imazhi i Kosovës jashtë është pozitiv në aspektin prapë them e solidaritetit. Jemi shumë solidarë, ma tepër se bota përparimtare, sidomos kur ishte shoqëria jonë, kombi jonë në sfida të ndryshme para luftës, gjatë luftës, pas luftës, erdhi shprehje solidariteti shumë vllazëror, duke mos përjashtuar aty asnjë religjion. Por ishim vërtet një solidaritet. Por kishte me qenë mirë që këto nga mekanizmat e shtetit të përkrahën, të kultivohet, se atë që e kultivojmë vetë veti, atë do ta prezentojmë ipso facto pa dashje, të kultivohet dashuria ndaj vlerave, ndaj virtyteve kombëtare, me një zë, me një unitet të përbashkët, pavarësisht nga përcaktimi fetar. Profesor, nuk është sekret se në votën perëndimore shqiptarët të renditën ndër të parët për krimet, për ato që ka i bënë, edhe nuk është se kemi imazhin më të mirë, atë të dëshiruarin. Ju keni marrë pjesë në simpoziume të ndryshme shkencore dhe gjatë diskutimeve tuaja me personalitetet ndryshme të jetës shkencore, cili është përshtypja aty për imazhin e Kosovës, kosovarëve, pastaj do dalim edhe te çështja e identitetit për ta diskutuar në 103, dhe cili është niveli tyre i dijes në relacion me ne, sa jemi të parafort, do të thotë me nivelin tonë të dijes.
Unë nuk mund të flas për, si më thani, imazhin zyrtar, sepse nuk jam diplomat dhe takimet e mia nuk janë të niveleve zyrtare. Njerëz që merren me këto punë po më thonë që kanë disa telashe, si më thanë, në kontaktet zyrtare e tjera në lidhje me imazhin e Kosovës. Sa i përket kësaj fushës ku unë, si më thanë, qarkulloj, natyrisht që qarkulloj pak më shumë në botën frankofone dhe në një farë mënyrë mund të them që ka një lëvizje interesante, nga pak edhe paradoksale, prej një mosnjohje totale të Kosovës, ka një njohje relativisht mirë, natyrisht përmes sekuencave të shkputura, jo fort sistematike, jo fort, si me thanë, koherente. Mandej kjo më varet natyrisht edhe prej qëndrimeve që kanë njerëzit, si me thanë, dashamirës, më pak dashamirës, ose ndonjëherë edhe jo dashamirës e tjerë. Në përgjithësi, besoj që kjo prezenca ndërkombëtare në Kosovë për 13 vite ka luajtur një rol jashtëzakonisht të fuqishëm për, si me thanë, njohjen e Kosovës në botë, sot Kosova njihet në botë, dhe natyrisht që mos harrojmë se tani jemi në epokën e globalizmit. Tani një lajm i mirë ose i keq ka planë, si me thanë, kalon botën brenda ditës. Kjo ka anën e vetë të mirë, sepse tashma nuk mundet me ndodhë kur farë masakre, kur farë problemi, kur farë shtypje të drejtave të njerëzit, kur farë abuzimi me drejtave të njerëzit që të mos mirët vesh në botë me 24 orëve, por ka dhe anën e keqe sepse, si me thanë, ka budallë që i prishin imazhin Kosovës pa fajin e Kosovës, si me thanë, sepse unë thash pak më përpara, shoqëritë njerëzore janë pluraliste, njerëzit kanë bindjet e veta, ato bindje janë ndonjëherë problematike, janë, si me thanë, mund të jenë ideologjike, mund të jenë fetare, mandej njerëzit kanë njohuritë e marrë nga burime, si me thanë, autoritare, si që janë Biblia, Kurani, shkolla, mësuesi, autoriteti, politikani, udhëheci e tjerë, kanë njohuritë e fituara nga përvoja e vetë, kanë njohuritë e fituara nga literatura, dhe natyrisht ti si qytetari i Kosovës, është normale, si me thanë, mos me qenë njësoj si të gjithë dhe mos me menu njësoj si të gjithë dhe mos me besu njësoj si të gjithë. Për mu kjo është normale, të qenë një shoqëri plurale, sepse për mu pluraliteti është një farë kondite humane. Është humane, është njerëzore, edhe me u duk ndryshe, edhe me mendu ndryshe e tjerë, por si që thanë edhe zotrit, ka disa pika identitare me të cilat Kosova duhet të identifikohet në radhë parë në raport me vlerat. Këtu mendoj në disa vlera universale, sepse ne po flasim për vlerat, si me thanë, tona të shoqërive tradicionale, por ne tani kemi një problem. Dhe për mu problemi është shumë serios. Ne po pretendojmë ndërtu një shoqëri demokratike. Ne s'kemi qenë kur shoqëri demokratike, dhe çështja është, nëse se ne vazhdojmë u mbështet në vlerat tona tradicionale, që s'kanë qenë vlera shoqërive demokratike, atëherë për mu problemi është, si me thanë, shumë kontroverz. Si me ndërtu një shoqëri demokratike me mendësi tradicionale, dhe besoj që kjo është ngërçi jonë politik. Kjo është problemi jonë politik. A nuk është duke ndryshuar kjo gjendje? Ngadalë, shumë ngadalë. Unë po besoj që po ndryshon shumë ngadalë, sepse, si me thanë, të jesh sot udhëhec politik, nuk do me thonë të sundosh, nuk do me thonë të shtypesh njerëzit, nuk do me thonë të fritosh nga ata, por do me thonë aty në të ofrosh shërbime, do me thonë të punosh për komunitetin e tjerë, sepse natyrisht përgjegjësitë tona janë të niveleve të ndryshme. Unë, për shembull, kam përgjegjësi profesionale para studentëve të mi, por unë nuk kam përgjegjësi para popullit, sepse unë nuk jam i votuari, nuk jam i zgjedhuri i popullit. Njerëzit që merren, si me thanë, me politikë, me politikat publike, sigurisht që ata kanë marrë votat, janë zotuar dhe ata kanë obligime në këtë pikpamje. Prandaj, tema është e gjanë natyrisht edhe ju më pyetet për imazhin e Kosovës. Unë nuk po du, sepse misioni nuk është politik, nuk po du me ju referu këtu raporteve të ndryshme si Transparency International e tjerë, por këto lloj vlerësimesh që flasin për imazhin e Kosovës janë bukur brengose, domethënë për qytetarin e rëndom të Kosovës janë bukur brengose, për secilin njeri që e don Kosovën janë brengose sepse ne po vonohemi. 13 vjet në liri janë shumë,
natyrisht unë nuk jam nihilist, unë gëzohem shumë për ndryshimet që janë bërë. Tu fillu prej objektit ku unë punoj, që është një objekt i standardeve evropiane, e deri te rrugët dhe infrastruktura që po bëhen, edhe deri te zhdërvjellësia, ndërmarrësia njerëzve tonë që e tjerë. Sipas jush, nga prizmi një. Besoj që disa ngecje kanë bëjnë me çato mendësi për cilat unë po flas. Domethënë, ne do me ndërtu një shoqëri që se kemi pas kurrë, që po e quajmë demokratike, dhe do me mbështet në vlerat tona tradicionale, në ndërkohë që unë po besoj që çato vlerat tona tradicionale janë pengesë, si më thonë, nuk janë funksionale në këtë drejtim, nuk janë funksionale. Madje raportin me ato vlera ne kemi nostalgjik. Ne themi që shqiptari e man besën, ne themi që shqiptari ka respekt ndaj femrës, ne themi kurse analizat na tregojnë që ka dhunë ndaj femrës, analizat na tregojnë që ka pabarazi gjinore, analizat na tregojnë që ka mosdurim për shembull për faktin që një femër është presidente e Kosovës dhe që do duhet ishte normale, që do duhet ishte sepse femra është gjysma e popullsisë së Kosovës, dhe këto deklarativisht ne nuk I mohojmë, deklarativisht ne mendojmë që por në praktik besoj që ka një ngërç dhe besoj që ka një mungesë, si më thonë, të besimit në vlerat e demokracisë. Domethënë, në një farë mënyrë unë jam epistemolog në një mënyrë dhe e di që dijet e hershme zanë vend në kokë dhe ato janë pengesë mandej për gjërat e reja që vinë, edhe kam përshtypjen që, si me thanë, shumë gjëra nuk ndodhin qëllimisht në Kosovë, por ndodhin për shkak të një, si me thanë, inhibicionit të tillë, I cili është I karakterit edhe kulturor edhe psikologjik, edhe në një farë mënyrë këtu, kur fola unë për edhe reformimin, si me thane, përgjithshëm shoqëror, për reformimin e sistemit shkollor e tjerë, unë flasë edhe në fushën time shumë për çdo çështje të cilat kishin me ndihmu, si me thanë, demokratizimin e shoqërisë kosovare edhe emancipimin e saj, por edhe me që është fjala për imazhin e Kosovës edhe për mirësimin. Sigurisht që ka pikat ndritshme, sigurisht që ka shumë djeme vajza që po, si me thanë, po lëvizin nga Kosova dhe anasjelltas, që po krijojnë një imazh të mirë, sigurisht që ka njerëz që kanë depërtuar shumë në fushat caktuara, në shkencë, në sport, në kulturë, në muzikë e tjerë dhe këto të gjitha duhet vlerësu, por ndoshta neve pak normalisht duhet me na ungut, duhet si me thonë, me shpejtu, sepse jemi shumë të vënuar. Mos harrojmë se jemi vendi vetëm në Evropë që kemi regjim vizash. Dhe kjo është, si me thonë, pengesë serioze. Unë punoj në universitet dhe ne flasim për Bolonjen, por unë në çdo mbledhje pyes si është e mundur me realizu Bolonjen kur pika e parë e Bolonjes flet për mobilitetin e studentëve dhe të profesorëve, dhe mobilitetin tonë mund ta bëjmë deri në Tiranë ose eventualisht deri në Stamboll. Madje po besoj që as çet mobilitet mundshëm në relacionin Prishtinë-Tiranë nuk po mujmë me realizu, ndërkohë që kemi hapur një temë të madhe, temën e bashkimit kombëtar. Të do doja Delia, profesor, në base nuk është shqetësimi juaj kryesor si përfaqësues të klerit fetar, mirë, por një çështje shumë e diskutuar në çështje politike ka qenë edhe ideja e bashkimit kombëtar. Ju e dini se me 25 nëntor në Shkup kishim edhe disa deklarata pompoze, në veçanti nga kryeministri I Shqipërisë Sali Berisha, pastaj këto deklarata u shoqëruan edhe me reagime nga Greqia, nga vende të ndryshme. Sa përbën për shqetësim dhe cili është qëndrimi I Kishës Katolike, I klerit fetar rreth bashkimit kombëtar, dhe pyetja tjetër, a ka divergjenca, a ka dallime mes identitetit shqiptarëve të Kosovës dhe identitetit shqiptarëve në Shqipëri? Kisha me thënë atë që fjalimet cituara ishin I përngjanin kohës të viteve 90. Sa I përket bashkimit kombëtar, unë mendoj që mendimi im është që ne shqiptarët jemi një. Kemi një gjuhë, një histori, kemi një objektiv për të realizuar në aspektin kombëtar, pavarësisht se nuk varet vetëm prej ne, do të bëhet sot
ndërrimi i kufirit, Është më rëndësi vullneti juaj ka të cilat janë strikt vepër e një ideologjisë apo faktorit njerëzor, por mendimi jonë është që shqiptarët kudo që janë kanë të njëjtën dëshirë, të njëjtën histori, flasin të njëjtën gjuhë dhe i bashkon e njëjta dashuri për të jetuar të lirë në kultivimin e asaj që e ndinë si shqiptar në aspektin arenën kombëtare. Dhe sa është e realizueshme. Identitetit është pika e fundit që identitetit, do të thënë, ka dallime mes që ideja e proklamimit një identiteti ndryshe të kosovarëve, identiteti kosovar dhe identiteti shqiptar. Unë mendoj që aty nuk ka absolut dilemë, asë që duhet debatohet është. Ka zëra që kanë proklamuar. Shqiptarët kanë një identitet edhe për ne mbetet edhe është e papranueshme që shqiptari për shembull tash i Kosovës të bën përpjekje të krijon një identitet të ri. Shqiptarët kanë një identitet. Po e di që ka pas. Por mendoj që shqiptarët kanë një identitet edhe si të tillë do të mbesin tu e kultivua atë emrat dhe vetës vetë. Zërë Vajgoro, për këtë atë çështje. Sa përket deklaratit të kryeministit Berisha, ato mendoj se kanë qenë më tepër të karakterit politik, kanë pas një efekt ndoshta përkohshëm gjatë ditëve festive të pavarësisë. Ideja pse kjo pyes është vullneti juaj, jo për ndërkohë që unë mendoj se gjithë shqiptarët janë të një trungu që padrejtisht jemi ndarë nga të tjerët në disa shtete. Mendoj se ai procesi i bashkimit tonë kombëtarëve që ka filluar për disa vite me radhë, paktën na lidhin shumë gjëra, na lidha betarja përbashkët, na lidhin kontaktet e përhershme që i kemi në mes komuniteteve fetare. A keni kontakt? Gjithsesi ne kemi në vite kemi formuar një bashkësi fetare islame shqiptare që përbëhet prej Bashkisë Islame të Shqipërisë, të Kosovës dhe të Maqedonisë. Kjo është në vitin 1995, nëse s'gabon. Baja është funksionale, ndonë së është simbolike, po megjithatë gjithmonë të bohemi për të bashkëbiseduar për temat ndryshme që kanë të bëjnë me karakter kombëtar, sepse faktikisht përfshin gjithë shqiptarët e të rrojeve etnike. Dhe ideja është që bashkimi kombëtar do të ndodhë natyrshëm, ai faktikisht në një formë veç është duke ndodhur, por megjithatë nga aspekti politik mendoj se është ende herët bisedohet për këtë çështje, për arsye se Nëse ju e përkrajnë. Ne përkrajnë, gjithsesi e përkrajnë bashkimi kombëtar është një prej ideve që për këtë rinjendasve tonë dhe ne përkrajnë poqishëm, dhe unë mendoj se nuk ka identitet kosovar, nuk ka kom kosovar dhe ato e hudhi poshtë, sepse kosovarët janë pjesë e trungës shqiptare, është një pjesë, një bërtham e të Shqipërisë etnike tem. Prandaj e përkrajnë me fuqishëm atë lidhje shpirtërore dhe bashkimin kombëtar të gjithë shqiptarëve të jetojnë në një shtet të vetëm. Mirë, po them edhe një herë, nga aspekti i gjeostrategjisë botërore, është vështirë të thuhet që do të ndodhë së shpejti ky bashkim. Mirë, po faktikisht një kufi është shumë i zbet që neve na ndan, ai është një kufi që duhet ta kalojmë me një formalitet të letnjoftimeve, mirë, po megjithatë mendoj se me kalimin e kohës do të vijë edhe të bashkimi kombëtar, sepse sipas rrethanave që po sillen në botë, një bashkim i tillë është i pashmangshëm. Faleminderit atë profesor për të njëjtat teza dhe me kaq sa kemi kohë, do të ndeshta me pa problemin në mënyrë pak më kritike në pajtim me profesionin që kam të si më thon përpjekjes së dikujt që përpiqet si më thon me u marr me filozofi edhe me i pa problemet në mënyrë kritike. Me i thënë të drejtën, këtë ditë të festes deklaratat e politikajve më janë duk pa përgjithshme, më janë duk një farloj ikjen nga realiteti edhe, si me thonë, bukur ideologjike, sepse unë këtë jetën time, si me thonë, deri tash shkurt, kom kalu, si me thonë, 3 projektet mëdha. I pari ka qenë projekti i komunizmit, për cilin thuhej se do të sakrifikohemi sot, po e ardhmja do të jetë e mirë, mandej ka qenë projekti i pavarësisë, të cilën mezi e bom, me të vërtetë, dhe ne mbaj mend që na thuhej pritni edhe pak se kur do ta bëjmë pavarësinë do t'i zgjidhim problemet, dhe tani që s'po i zgjidhim problemet në shtetin tonë të pavarur që kemi dhe të cilin e kemi prit shumë, tani kemi hap një projekt tjetër të madh, i cili po më tingëllon bukur, si më thënë, në mënyrë demagogjike, sepse në fakt është një farikje prej problemeve.
Kryeministri Berisha mundet ma mush të mendjen se mundet me boj integrimet kombëtare në qoftë se ai do të mund të bënte integrimet politike brenda korpusit politik shqiptar. Në qoftë se klasa politike shqiptare nuk arrin me i votu 3 ligje dhe djeg, si me thanë, ftesën për Bashkimin Evropian, pak kuj që merret me logjike dhe me, si me thoni, argumentim elementar logjik, pa kujt ja mush menden se një klasë të tillë politike mundet me i bëj integrimet gjithë kombëtare ose gjithë shqiptare. Prandaj në këtë pikpamje unë kërkoj, si me thënë si qytetari i Kosovës, unë kërkoj që me forcu pavarësinë e Kosovës, me insistu të gjithë, si me thënë qytetarët e Kosovës, që shteti i Kosovës me u bë shtet funksional. Mund frigojnë shumë projekte të këmbimit të territoreve, sepse projektet e tilla zakonisht kanë qenë në tragjedi, në luftra dhe në konflikte, dhe mund të merron ideja aty këtu edhe ndonjë intelektualit i cili thotë po këmbejmë territoret me Serbi. Unë prej 2-3 banesave jam bajt 2-3 herë dhe di sa është vështirë mu bajt prej banese, se nuk e kam idenë si mund të bartet njeriu prej një krahinë në një krahinë tjetër, ose si mund t'japish dikujt një territor dhe të marrësh një territor tjetër. Pra janë deklarata besoj shumë të papërgjegjshme. Natyrisht që trendi i zhvillimeve shoqërore janë integrimet, por integrimet mund të bëhen me politika të përgjegjshme. Unë thash, para se me më fol për integrimet e mëdha kombëtare, duhet me bë diçka konkretisht për integrimet mbrenda shqiptare në kuptimin e këmbimit studentëve, në kuptimin e bashkëpunimit me Tiranën. Askush s'pëna nal me bashkëpunu me Tiranën, askush s'pëna nal me bani mobilitet studentësh e tjerë, por gjërat e tilla kërkojnë punë. Për me qut 3.000 studentë një semestër në Tiranë duhet shumë punë. Ma letë është me thonë do të bashkohemi gjithë shqiptarët edhe me, si me thonë, me u shërby me parullat tilla, se sa me punu në atë drejtim. Natyrisht që, po thonë, trendi është i tillë dhe gjithë shqiptarët e domate, por unë besoj që gjërat e tilla vinë me politikat përgjegjshme, vinë me zhvillimin ekonomik, vinë me integrimet që i paraprin bashkimit kombëtar, siç është integrimi i tregut, integrimet kulturore. Në qoftë se ne në kufit respektiv qesim 100 pengesa, 100 taksa, 100 tatime, atëherë unë logjikisht nuk e kuptoj si ka me ndodh integrimi, si me thanë, me nësit këtilla dhe me... Çështja e identitetit për fund. Çështja e identitetit është, si me thanë, një problem, unë nuk e shoh si problem të ngurtë, nuk e shoh si problem rigjid. Identiteti për mua është likid, domethënë në një farë mënyrë ai është si me thanë, i langshëm. Sigurisht që, si me thanë, në raportet Shqipëria-Kosova, normalisht që unë jam dakord që ne jemi, si me thanë, një kombë dhe kemi, si me thanë, të kaluar të përbashkët, kemi të gjithë elementet konstitutiv të kombit kemi të përbashkëta. Megjithatë mendoj se të jetuarit në dy shoqëri të ndryshme ka kriju një hendek në mes, ka kriju disa barriera të cilat me kalimin e kohës, me, si me thanë, ndikimin e medjave, me ndikimin e librit, me ndikimin e televizionit do të ofrohen edhe do të ndryshojnë. Natyrisht ka, po të shikoni hulumtimet, pak po të shikoni studimet, ka një identitet që unë e quaj vertikal, i cili lidhet me biologjin, i cili, pra unë gjaj, sigurisht babaj tim, gjyshit tim e tjerë në këtë pikpamje të identitetit vertikal, por ka dhe një identitet horizontal. Unë ka teci rrugëve të Parisit, më shumë ngjajnë qytetarët e Parisit se sa në gjyshin tim. Prandaj në një farë mënyrë apeloj që çështjet e identitetit mos të mirën si çështje të ngurta, si çështje që pengojnë integrimet edhe si me thanë bashkëpunimet kulturore, sepse ju referova pak përpara që atësaj mendësisë mbi trashëgimin tonë. Pse ne duhet me qenë ndryshe nga krejt njerëzit e botës? Unë besoj që ne duhet me qenë si me thanë njerëz normal si gjithë bota normale demokratike dhe në këtë pikpamje si me thanë që ajo përkatësia identitare shoqërive demokratike, shoqërive liberale mundet më intereson të shumë se sa një farë si me thanë konzervimi i jo në identitetin tonë, një farë konzervimi që edhe po ndodh aktualisht me gjitha barierat që kemi, me pengesat, me vizat që kemi, edhe në një farë mënyrë po bëhemi, nuk e di, nuk është krejt për fajin tonë. Sigurisht unë kam lexuar një libër të jashtëzakonshëm të një antropologu sloven që quhej Europa Egër, kanë botuar në Shqipëri librin e tij edhe në një farë mënyrë ai Europën e Egër në mënyrë figurative e quante Ballkanin,
i cili nuk është kështu vetëm për fajin e vetë, por nështë ai po thotë që Ballkani është kështu sepse edhe Europa dënë që në kufit e saj me pas një shoqëri me cilën krahasohet edhe në raport me cilën dënë me tregu vlerat e veta dhe përsinë e vetë, por ne duhet të rezistojmë kësaj. Ne nuk duhet të pajtohemi me faktin që ne jemi Europa e egër. Domethënë ne duhet të insistojmë që kolegëve të minë Paris, ndonjëherë kur kemi debate të vështira, ju them unë jam po aq evropian sa dhe ju. Dhe përpiqem, jo vetëm deklarativisht, po përpiqem edhe me cilësinë e mësimit, edhe me cilësinë e gjuhës, edhe me cilësinë e, si më thon, debateve shoqërore mbi demokracinë, mbi lirinë e tjerë, të jam po aq evropian sa dhe europianët, dhe kjo sigurisht që është e mundur, si më thon, me përpjekjet tona të jashtëzakonshme, sepse jemi të vonuar. Ky është një fakt i cili duhet me na shqetësu, në qoftë se jo me na trishtu, është një fakt që duhet me na shqetësu. Kisha mu ndërlidh atë që e thot profesori, atë çka e ushqejmë, çka e kultivojmë vetveti, atë ajo do të reflektohet në raport me të tjerët. Që mos të quhem e mos të dëshmojmë se jemi pjesë e egër e Evropës. Prandaj kjo do të ishte edhe ideal i shoqërisë e i kombit tonë. Të kultivojmë të mirën, të ushqejmë atë dhe të tillë do të paraqitemi e do të jemi në raport me të tjerët. Të nderuar panelist, ju falenderoj shumë për kohën që çetët për të kontribuar në emisionin Target, drejt për drejt në RTK. Të nderuar shikues, ju si gjithmonë mund të na shkruani në email adresën tonë target@rtklive.com e po ashtu në faqen tonë në Facebook target_rtk. Javën e ardhshme, sot një javë, siç e dini, është 1 janar 2013 dhe normalisht që RTK ka përgatitur emision festiv dhe do të kemi po ashtu edhe të martën emision festiv. Andaj emisioni i jashtëm Target do të jetë në javën të martën e 2 të janarit të vitit 2013. Unë ju falenderoj të gjithë juve kontribuesve të faqes tonë në Facebook dhe në emailat tonë që na keni shkruar, na keni kontribuar, keni shkruar vërejtët dhe sugjerimet e juaja. Ne përpiqemi që në vazhdimsi të marrim parasysh këto vërejtje dhe ta përmirësojmë performancën tonë. Andaj shihemi në javën e 2 të janarit të vitit 2013. Uroj që viti jashtëm, viti 2013, të sjellë begati dhe gëzime në familjet dhe jetët të tuaja. Natën e mirë dhe mirupafshim. Welcome to Libya. Libia e dikurshme e Muammar Gaddafit tani flet anglisht. Ky vend frymon lirshëm pas rënjes së diktaturës 40 vjeçare të familjes Gaddafi. Këtë më së miri e di Abdurrahman El Mansuri, të cilit për 31 vjet i u privua e drejta për të jetuar në vendin e tij. نظام القذافي ترك آثار سيئة كثيرة. Këto janë ndjenjat e cilat nuk mund t'i kuptoj askush përveç atij, i cili e ka ndier dhe përjetuar një distancë të lartë ndaj vendit të vet në një kohë kaq të gjatë. Për 31 vjet kam qenë jashtë për këtë liri që ne po e gëzojmë sot. Jo vetëm unë, por edhe familja ime, vëllezërit e mi janë burgosur për të parë këtë ditë dhe tani po jetojmë në një vend të lirë dhe unë po marr frym lirshëm në këtë shtet të ri. E kur flitet për jetesë, një jetë tepër luksoze në këtë vend e bënte dikur familja e diktatorit Gaddafi. Villat luksoze të kësaj familje vazhdojnë të jenë një kujtesë e keqe për libianët. E brenda kësaj ville luksoze njëri nga djemtë e diktatorit kishte filluar të renovonte edhe më tej luksin që posedonin. Ajo që karakterizonte këtë villë ishte një derë e hekurt e cila ishte e konstruktuar në atë formë që përmes një ashensori dërgonte drejt tuneleve nëntoksore.
Ndërsa në ambientet e jashtme për relaksin e tyre, familja Gaddafi kishte ndërtuar një liçe artificial. Pak më tutje në kopshtin e kësaj ville vazhdon të jetë mbjellur një ulli 700 vjeçar i sjell enkaz nga Italia për diktatorin. E frika nga ndonjë sulmi jashtëm kishte bërë që e gjithë kjo villë të konstruktohej nga mure teje të larta ku nuk do të arrinte të depërtonte askush përmes rrugëve toksore. Kjo ishte vetëm njëra nga villat luksoze të familjes Gaddafi. Në hyrje të kryeqytetit Tripoli, familja posedonte edhe një rezidencë akoma më të madhe. Këtu jetoi në pjesën më të madhe diktatori famkeq. Ky është vendi ku për 40 vite me radhë jetoi diktatori i famshëm libian Muammar Gaddafi. Rezidencat e tij, të cilat dikur ishin shumë luksoze, tashmë janë shndruar në gërmadha pas bombardimeve të NATO-s në kryeqytetin libian këtu në Tripoli. E ndërkohë, populli libian, pas rënies së diktaturës së Gaddafi, është në tentim për rimëkëmbjen e shtetit, për zgjedhjen e institucioneve të cilat do të dalin nga vullneti i popullit libian. Ashtu siç i erdhi fundi diktaturës mbi 40 vjeçare, edhe vetë diktatori pati një fund të keq. Vdekja i erdhi pikërisht nga populli, të cilin ai dikur e shtypi me të gjitha mjetet. Rrëzimi i kësaj diktature nga revolucionarët fillimisht shihej si një gjë e vështirë dhe e pa imagjinueshme. نعم هذا شعور أغلب الليبيين كان من المستحيل لأن Unë personalisht them se po, është e vërtet. Në fillim kur ka filluar lufta ka menduar se është e pamundur kjo, sepse ka pasur një sistem shumë të fortë. I ka përcjellur shumë njerëz dhe i ka burgosur shumë të tjerë. Në të kaluarën biri i tij Safi na dërgonte letra mua dhe të tjerëve që ishim detyruar të ikim jashtë për shkak të persekutimeve që kishim nga regjimi. Ai na luste që të kthehemi në vend dhe thoshte se askush nuk do të na ngacmoj. Mirë po ne asnjëherë nuk i dëgjuam ata zëra. Unë kur jam kthyer i armatosur dhe kam marrë pjesë në fronte në luftë. Njerëzit në fillim kam pasur më dyshje, por ja që doli, kjo që doli si rezultat. Një ndër udhëheqësit kryesor të revolucionit për të rrëzuar Gaddafin, Mustafa Sözgül, përshkruan momentet se si u arrit të bindeshin njerëzit për të bërë pjesë e revolucionit. Familja ime rrjedh nga një familje e hershme politike. Gjyshi im ka qenë kryeministër në kohën e mbretit Muhamet Idris. Unë kam qenë inxhinier me profesion, por i burgosur në kohën e Gaddafit. Në fakt, libiasit 42 vjet kanë luftuar për të rrëzuar diktaturën e Gaddafit. Përpjekjet kanë qenë të vazhdueshme për rrëzimin e këtij regjimi genocidial. Në vitet 70 dhe ushtria, por edhe njerëzit civil, kanë pasur përpjekjet e tyre, por edhe në vitet e 80 dhe 90. Fillimisht lëvizja jon ka qenë patësore, por sistemi i kaluar kishte një politikë shumë shkatruese dhe genocidiale. Bënte genocid ndaj neve dhe atëherë u detyruam të bëjmë revolucion. Ne kemi luftuar 8 muaj dhe pas 8 muajve kemi shpallur lirimin e vendit tonë. Për fat keq, sistemi i kaluar i Gaddafit nuk ka lënë asnjë gjë të mirë për vendin tonë. Sözgül, përveç një udhëheqës revolucioni, ishte i ngarkuar edhe të mbante kontakte me ministrat të Gaddafit për të bindur ata që t'i kthenin shpinën diktatorit dhe t'i bashkoheshin revolucionit. Ajo që unë kam kërkuar në kuadër të revolucionit ka qenë kthimi njerëzve të regjimit kundër diktaturës. Jam takuar me ministrin e mbrojtjes së Gaddafit, generalin Abdul Fattah, dhe kam kërkuar atij që t'i bashkohet revolucionit tonë. Mirë po, fillimisht ai ka refuzuar një gjë të tillë. Unë kam vazhduar të insistoj që ai të jetë pjesë jona. E kam takuar shumë herë, por megjithatë ai ka hezituar.
Sidoqoftë, nuk ka shkuar dhe shumë kohë gjatë dhe përfundimisht më 23 shkurt të vitit 2010, ai është bërë pjesë jona, pjesë e revolucionit. Ka kaluar prej një njeriu që ka qenë armiqësor me ne dhe është bërë mik i joni dhe bashkëpunëtor i ngushtë në luftën tonë për të rrëzuar regjimin. E ky regjim përveç vrasjes dhe persekutimeve në forma të ndryshme të dhjetra mijëra njerëzve ka lënë për vendin pasoja të cilat mbase duhen vite për t'i tejkaluar. Alhamdulillah taala انه تقريبا 90% او 99% 42 vjet kanë ndikuar në ndryshimin e mentalitetit këtu. Akoma njerëzit janë duke menduar me sistemin e kaluar. Një prej trashëgimive të këqija që ai ka lënë tek njerëzit është sepse ka njerëz që për shkak të regjimit të gjatë që ka ekzistuar, nuk varin t'i besojnë shumë forcave revolucionare dhe qeverisë së re, duke menduar se këta do të bëjnë të njëjtën gjë me ta. Do të kenë të njëjtën sjellje të vrasht ka shityre. Pastaj edhe gjatë kohës së sistemit të tij ka pasur shumë korrupsion. Dhe tash njerëzit po mendojnë se ndoshta kjo qeveri mund të bëjë të njëjtën gjë. Mirë po pavarësisht gjithë kësaj, shihet një ndryshim i madh tek njerëzit, sepse është një kohë e shkurtër prej rënies së regjimit. نحن كثوار يهمنا جدا الاعتراف بجمهورية كوسوفو. Siç e dini, sistemi i kaluar i Gaddafit ka qenë një sistem që ka keshpërdor pasurinë në vendit. Ai është pasuruar si person, si individ dhe si familje, mirë po në anën tjetër ka ushtruar një varfëri të madhe tek populli. Ajo që ne tani po bëjmë është rikthimi dhe zhvillimi i ekonomisë në mënyrë që vendi të zhvillohet me të mirat e tij natyrale që i ka. Ato që kemi bërë së pari dhe që ka qenë arsyeshme, ka qenë themelimi i ushtrisë dhe policisë. Ushtria dhe policia në sistemin e kaluar kanë qenë ushtri dhe polici e dhunës. Ne tani po mundohemi t'i bindim popullatën se policia dhe ushtria do t'jenë shërbim të mbrojtjes së qytetarëve e jo mjet për të ushtruar dhunë mbi ta, ashtu siç bënte Gaddafi dikur. Në anën tjetër, tani po mundohemi që revolucionarët të cilët kanë marrë pjesë në luftë armatosur të integrohen në institucione shtetërore në mënyrë që edhe ata të jenë pjesë e ndërtimit të shtetit duke themeluar një shoqëri të lirë e demokratike ku të gjithë njerëzit të jenë të barabartë dhe të lirë. Mirë po vetë revolucionarët, ata që për asnjë çmim nuk pranuan të jetojnë nën diktatin e diktaturës Gaddafi, thonë se shteti i ri i cili po rindërtohet pas diktaturës nuk po u jep vendin e merituar në shoqëri. Ne kemi disa emërtime me të cilat na thrasin. Ndonjëherë na quajnë revolucionar, ndonjëherë udhëheqës se komandant. Mirë po, ajo që neve tani na shqetëson është se qeveria jonë nuk po kujdeset shumë për neve që kemi bërë revolucionin. Ndonjëherë po ndihemi të lënë anësh, po na duket sikur nuk po vlerësohet shumë lufta jonë. 17 shkurti i vitit 2012 shënon datën e fitores së krahut revolucionar në Libi dhe rrëzimin e diktaturës së Muammar Gaddafit. Populli tashmë ka zgjedhur përfaqësuesit e vet në kuvend dhe qeveri. Ata tani po e përgatitin edhe kushtetutën si aktin më të lartë juridik e politik të vendit, ndërsa drejtësia akoma është në duar të gjykatës ushtarake. Ndërsa e gjithë kjo histori e lën pas nga diktatura e cila vrau mbi 50.000 njerëz, do të jetë një mësim për gjeneratat e reja. Një tregim i cili do të nxjisë frymën e respektimit të lirisë së çdo individi. E gjithë ajo çfarë ka mbetur nga diktatura e Gaddafit, tashmë janë gërmadhat e grafitet urrejtëse në rrugët e këtij shteti, por edhe disa banknota libiane në të cilat fytyra e diktatorit tashmë nuk ekziston. E të rinjët janë ata të cilët do të mësojnë për gjithë këtë histori për të mos e përsëritur më kurrë.